Pse u ktheve nga Parisi në Shqipëri në këto zgjedhje dhe pse Partia Demokratike? Në kthimi im është diçka më shumë natyrale për njerëzit që më njohin, se unë kam gjithë jetën që merrem me politikë, por gjithmonë me një kujdes të veçantë që të jetë pasion dhe jo profesion. Edhe këtu në mësimin e prindërve që më kanë dhënë, ka qenë ndërtoje jetën tënde që mos jesh asnjëherë i varur nga politika, sepse kjo të jep një liri që mos bësh gabime, sepse një person që është i varur nga politika bën gabime sepse kapet mbas diçka që nëse humb i bie i boshti i vet. Ndaj më kanë thënë ndërtoj jetën familjare shumë të rëndësishme, sepse është gjë e parë dhe më e rëndësishme, ndërtoj edhe një jetë profesionale që të sigurosh të ardhura të kënaqshme që më pas të bësh një politikë. Dhe kjo është diçka që nuk thuhet mjaftueshëm, që është ajo pavarësia që ti ke, që mos jesh i varur nga politika. Dhe unë kam bërë gjithmonë politikë, kam bërë ndaç në Francë, ndaç në Shqipëri, ndaç në nivelin e Bashkimit Evropian. Kam qenë antar i shumë OJF-ve për Fondacionin Robert Schuman, jam antar i bordit të Institutit Jean Monnet, kam punuar për presidentin e Komisionit Çështjeve Evropiane të Senatit francez, për presidentin e Komisionit të Financave të Parlamentit francez, pra kam qenë gjithmonë i lidhur me politikën. Por ndjenja e dobisë që ndjej duke bërë politikë në Shqipëri është e pakrahasueshme. Edhe në këtë aspekt është një përmbushje shpirtërore ime. Edhe kam një urrëtie të madhe për personat që flasin për politikën duke thënë është sakrificë. I dëgjoni nëpër studio çka kam sakrifikuar unë, nuk asnjë s'keni sakrifikuar. Politika është përmbushje shpirtërore i personit që e bën. E bën rreth parë sepse e bën të lumtur, e bën të ndihet i dobishëm apo çfarë do lloji motorri tjetër të brendshëm që ai person ka. Edhe nuk e bën për sakrificë. Subscribe në kanalin Klas Media në YouTube.